Ka në gjë të keqe me gjujt me armë në poligon, pra me armë zjarri bëhet fjalë, as i të keqe s'ka. Bile është mirë me mësu nishanin, me bismillah sa herë që të gjush. Kur të marrësh nishan, bismillah. Mësohu me bismillah. Noti, hipizmi, nishani, vrapi, mundja, janë prej sporteve ose prej arteve, le të themi, sportive të këshilluara në islam. Vrapi, mundja, noti, hipizmi dhe shinjestra. Sepse këto faktikisht të duhet në jetë. Vrapit duhet, se të bën mirë për shnetin, po edhe ndonjëherë duhet me harras vrapit. Si tha i moshmi, tha, kom të shpejta e faqja bardhë. Noti, normalisht edhe noti, për shnetin, për gjitha, për trupin e për gjithë shka, po edhe nuk di se si vjen jeta, kështu që ndoshta duhet me ditë. Hipizmi, normalisht hipizmi është edhe i nxitur, pra me kuptimin ka shumë inkurajim në islam për hipizmin. Saqë për hipizmin në islam lejohet basti. Aq i rëndësishëm është hipizmi, saqë është vetëm një gjë në të cilën lejohet me vu bast. Në islam nuk lejohet me vu bast, në hipizëm lejohet. Kush e kalon? Pse? Sepse ajo i jep trupit, i jep shnetit, i jep përballjes me armiqt forcën e duhur dhe edukatën e duhur dhe disiplinën e duhur. Mundja, edhe kjo është vetë pejgamberi jon alayhis salam ka bë mundje, siç transmetohet në luftën e Uhudit, po edhe raste të tjera, ka pas 2 raste që pejgamberi sa ka bë mundje. Ka qenë njëri më i fortë në mundje ndër kureshitët. Dhe e ka thirrë pejgamberi sa me bë mundje, ka thonë po më hodhe, do të pranoj islamin. E ka udhë pejgamberi sa dhe ai s'ka pranuar islamin. Çfarë ishte tjetër tham? I përmendën gjitha. Shinjestra. Po shinjestra kuptohet që është e rëndësishme, se do të dalësh me gjujt për lepuj, mos të arrasësh derët e egër, po të gjush leprit. Ose mund përballësh një moment caktuar me armiqt, edhe dish që kur ta marrësh nishanin, mos t'i bish drunit, po t'i bish armikut, dhe kuptohet me fjalë. Shigjeta, shtinza, gjithashtu edhe kjo është prej islamit, pra me kuptimin që ka inkurajuar si sport. Gjitha këto janë të preferuara. Kështu që ti që ke bë pyetjen këtu me gjujt në poligon me armë zjarri nuk ka asnjë lloj problemi. E rëndësishme është me hirat tabelës mirë, mos me shku plumin kot.